Çmimi i qerave të apartamenteve në Fier edhe për 2025-ën ka vijuar të rritet. Sipas ekspertëve të agjensive imobiliare, 5 vjeçari në fundit ka një rritje prej 40%, teksa theksojnë se edhe në zonat më të lira çmimet nisin nga 150 deri në 180.000 lekë të vjetra. Agjentët imobiliar tregojnë arsyet që kanë ndikuar në këtë rritje të ndjeshme, ku theksohet mosbalanca e çmimit të referencës sipas zonave. Në qytetin e Fierit, si edhe në gjithë Shqipërinë, do thosha unë, është vënë re një rritje e çmimeve të qerave. Kryesisht apartamentet që frekuentohen më tepër janë ato me sipërfaqe të vogla, dhome kuzhinë. Periudha e ndryshimit ka qenë mbas pandemisë ose nga 2021 deri tani, çmimet janë rritur pothuaj 40% të çmimeve të qerave. Arsyet në Fier të paktën janë kryesisht ardhja e stafeve të huaja për mbas fillimit projekteve të ndërtimit paneleve fotovoltaik, kryesisht në zonën e Semanit dhe Darzezës, qytetin e Fierit. Tjetër arsye është edhe zhvendosja territoriale e çifteve të moshuar për të qenë sa më afër qendrave të banuar dhe spitalit.